Arsyet janë të shumta. Heqe e skemës naftës, çmimi i lartë i naftës, subvencionet zero, edhe Kosova na kalon ne si shtet. 120 vite që jemi shtet, dhe Kosova me 20 vjetë shtet, po na vjen qumshin me kosën më të lirë, sepse nafta është €1.40 në Kosovë, duke marrë naftën në portin e Durrësit dhe unë jetoj në Kavaj, 15 ose 15 kilometra larg Kavajës, larg portit të Durrësit, e marr naftën e 2200. Sa të dëmton sa të dush. Edhe subvencionet për krejnë të lopëve janë shumë të pakta. Janë të pakta. Që minimalisht donë €300 për kokë lope që të mbjetoj lopë shqiptare. Subvencionimi i naftës, o ta japi për fermeri 1.000 lekë litri naftës, ose ta bëj subvencionimin nga 2 milion që ka qenë, ta bëj 4 milion. Edhe të punojmë atë tokën, paktën gjysmën me shtetin, gjysmën betonët. Gjysmënia ka 200 dylym tokë. Me punu gjithë atë naftë 400. Me punu gjithë atë llogaritë ti sa naftë, sa miliona lekë duhen. Ne nuk e kërkum ta heqim, pa e kërkum të vejnë skemat nafta të vejnë tek ai që punon tokën. Si për shembull, Xhaxhai këtu ka 5 lop. E supozojnë që në 5 lop që paguon punon tokën gati 20 dylym, 30 dylym tokë. Me anë të prodhimit që të çon Xhaxhai, domethënë ti subvencionohet nafta, jo t'ja heqin fare. Ka zotërinë ne e tham se ide, domethënë po i kërkom disa ide të tjera dhe këta çfarë bën? Morën vetëm atë idenë që tani hiqen naftën se po e marrin dikush tjetër dhe e hoqin fare. Ne thamë jepja subjektit që punon tokën të hiqen naftën. Jo ta marrësh të i fush lekë të xhepi dhe mos e çosh fermerëve fare. Me çmimet që janë sot edhe me 800 lekë kila qumshit nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Sepse janë o do shkrin e do të hikim nga shteti, ose po ndryshe 500 lekë. 500 lekë litri qumshit është një gjysmë litre ujë, 600 lekë, 700 lekë. Tani unë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj edhe realisht është një katastrofë për betorët shqiptarë. Nuk ka fare rezultate e shqetëson këto. Është pa arsyeshme hiç fare. Se nuk i përballon llogaritë 400 dilim tokë me punimet, me gjanat, me gjithë. Edhe asnjë lloj subvencioni s'jep, se edhe ai fshatari që është atje, s'ta jep tokën ty, thot pa ta dhënë me qira. Plus asaj, ku do t'i përballojmë në këtë gjana? Ministria e Bujqësisë duhet të ketë një ekspert se janë mijëra hektar tokë që gjyshat tanë, kanali, po t'ja bëj një pyetje ministrit, nuk e di se ku bie kanali 100 Kavaj. Janë mijëra hektar tokë që e kanë bërë gjyshat tanë me krah dhe Ministria e Bujqësisë me gjithë këto mjete, me këtë teknologji nuk kemi ujë për vati. Janë mijëra hektar, komuna Synenit ka vetëm fshati Rrikaj ka mbi 3000 hektar. 550 hektar ka komuna Synenit, fshati Rrakull ka 350 hektar që nuk bëhet fjalë pa të llogaritë Qerrretin, Karpnin, Hajdarsin, Luzi Vogël, Luzi Madh, që nuk kemi ujë dhe s'ka vuni herë dorë shtetin fare.